kërë, jemi gjithë në spektaklin tuaj, në spektaklin tonë, jemi këtu në sheshin e fjallës së mirë, e këngës së bukur në Odan. Gjithmonë e kemi potencuar se është fjallë e vjetër, pelazgo, i lire, që do të thotë, sheshi fjallës së mirë e këngës së bukur. Dhe prej këtij sheshi, që quhej Odan, apo thuaj Od, shqip, si të duash, e ka bazën teatri, që sot funksionon në gjitha ndaj botës. Në për gjitha qytetet të mëdha të botës ke teatr Odan. Mund të shkojmë të shohim një shfaqje në teatrin Odan. Sepse në Odan sonte vjen vërtet një aktore e jona e nderuar, e respektuar, të cilën pa humbur kohë ftojmë në skenë, zona e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Grace Gashi. Hajde Grace. Përshëndetje. Mirë ta faleminderit. Si e Grace? Unë më shkruajmë me parritjen tënde. Faleminderit. Me duar të kipë të shfaqjes tuaj, edhe me siglën, me kolonën zanore që e përcjell shfaqjen tuaj, e cila u bosh ka si mirë që ty kemi mysafirë. Po, me siguri po. Kjo në Turqi, Çfarë emocioni, po. Gjithë ky publik i madh. Salla plot. E plus keni qenë Në Turqi, Samsun. Samsun, po. Në Samsun, në detin e zi. Një qytet Po, një qytet shumë i veçantë, i kulturës, i kulturës, i artit, gjithçka kish nis aty. Edhe këtë majlata turku aty e kish nis luftën. E ka, pa tjetër që është pjesë që... Po, pjesë e detit të zi. Mbrohet në... Këta kemi atmosferën Samsun, edhe atmosferë e jashtëzakonshme, ju këtu keni marrë pjesë në festival. Po, në festival. Që do të flasim në një festival të madh ndërkombëtar, me komedin Nën Shpirta. Po. Nën Shpirta tash kush i ka? Anjeri a Moca se? Edhe Moca dhe gruaja. E Gresa mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Ju jeni aktore diplomuar në Universitetin e Prishtinës. Tek profesori? Astrid Kabashi. Gjithmonë e përdorim shpesh fjalën më i miri, më i miri. Më i miri, valla, vërtet. Më i miri. Ka qenë profesori mirë? Jo profesori mirë, po i jashtëzakonshëm. Më muj me thonë kështu me plot gojën që ka qenë profesori i jashtëzakonshëm. Unë nëse jam aktore e mirë, konsiderona si aktore e mirë, është krejt falë tina. Dhe gjithçka që kom mësu, është falë ti. Astritit. Falë Astritit. I vështirë në vlerësim në këto? I vështirë në vlerësim, por ajo vështirësia e ti në vlerësim sa je studente të kryrë shumë punë pasi i përfundon studime. Kemi folë për profesorin e nderuar që është edhe autor edhe kreator, ka qenë kështu i plot shfaqjeve, gjërave të bukura që e duhet të pasë. Po Gresa, kur i kalin dashuria e kështu për herë të parë, themi, për aktrimin? Unë në fakt fillimet e para kështu kom studiu gazetari. Edhe, po, se dhe i thash babit po du me regjistru në aktrim, babin e kam aktor, me profesion ka qenë aktor më herët. Që quhet? Po, edhe ka lujt në shfaqje në teatrin ku lujon tash. Që quhet? Babaj si e ka emrin? Ramadan Gashi. Babi dhe kom pas aktor, edhe babi e dëmë shumë mirë këtë profesion, edhe kur kemi folë që unë po du me regjistru aktrime, në më ka thonë, jo, Grace, mos e regjistro, se s'ka kur gjo, ma mirë hen dika tjetër, ose doktoresh, ose shko dika, okej, normal fjalla e prindit për mu ka pesh shumë të madhe. E ke menduar mjekësin? Po, e komendu, po thash, okej, ajtë për regjistruar në gazetari. Në gazetari. Shkova i dozova dokumentat në gazetari, edhe u hap ke aplikimi mas një viti në aktrim prap. Edhe normal zemra mu më flen në aktrim, adin. Edhe i thash babi, babra të registruna. Tha, di qka bojna? Tha, okej, tha, po takojna, tha një profesor, Fadil Hysan. Tha, edhe unë e tha, ti thuja një monolog atina. Gresa këtu e kemi, kur përmena në mërat më vaj, si profesor dhe si Fadili, i duar për klasën. I duar për klasën, nga studio. Po më thot babi, tha, shkojnë ka në kukaj atje, tha edhe, thuja monologun ati, tha edhe, a i sigur të ka më thonë që s'je për këtë punë. Babi, do më thonë, ish kategorikisht kundër që unë më regjistru në aktrim. Edhe, okej, unë nuk rezistova, thash, okej, hajde shkojna. E thash monologun para ti, edhe
Ish një muj para se mu hap aplikimi. Edhe I ka thonë babit, nëse do me hinë gjuna, nuk e len qikën. Sa Me bukur. hinë aktrim, nëse do me hinë gjuna. Nëse s'do me hinë gjuna, leje qikën se është adekuate për këtë punë. Tash për me shku këtu, ishte dashuria juaj për aktrimin. Po si duket, për në ngelet tek pyetja, e kom pas pyetjen, cili profesor ka shtruar ndikimin tënd, ndikimin e tij tek vendimi yt përfundimtar, po më duket pas ka qenë Fadili. Jo, unë kisha thonë Astrite. Unë kisha thonë Astriti, Astrite, mandej, po, Astrite se mandej kina pas shumë sfida, prej vitit parë dhe në vitin e fundit kom pas shumë sfida që ka njerë kom doshtë edhe me lona, din. Pyetjen e radhës ma ke marrë, a ke pas në një moment kur ke dashtë me heqë dorë? Po, kom pas një moment. Gjatë studimeve, Gjatë studimeve që... Po pëse si ndodhi ajo? Mu vështirësoj ke shumë se unë punoj shumë. Edhe kur menon që nuk shpërblihet mandej puna, një është shumë keq, edhe thësha në është për një me, mire ka pas babi që sështë javë lejt. Edhe Astrid Kabashu ka naj që më ka thonë, ti ki me mrish shumë, ti ki mu konë ma e mira për kitë në zonësave që ka janë qëtu me mu, edhe ti ki mu punësu në teatr, edhe ti ki me bo shumë karrierë të mirë. Qysh më ka thonë, profesori Astrid, mu që ashtë më ka dojnë. Identik, krejt fjallët e tina më kanë dojnë. Që I falenderona për zemër të Po si ka qenë rruga jote pastaj, nga studente e aktrimit deri te skena profesionale? Tash mund të flasim për skenën profesionale? Po, patjetër. Pastaj, unë isha në vit tret kur më bo ftesa për në serialin Osamir. Atëherë, alo nuk e disha do të punësojmë teatr apo jo, jetoj isha në Prishtinë. A synojshë teatrin e Prishtinës? Jo, unë e thjesht seriale. Edhe nuk synojsha teatr heq. Se ju me I qujtë ortodokset në kuptimin e vendosmërisë, jo ortodoks kafeja. Po, fiks. Ferizaj Li jeni tatil, ju tas janë lit, doni me majtë Ferizaj, dhe kjo është e bukur. Po, mos me tradhtu qytetin. Edhe me majtë elitën e ati qyteti që ka pas gjithmonë. Po. Edhe unë jetoj isha në Prishtinë, edhe mu bo ftesa për në Samir, edhe mandej mas 3-4 viteve në Samir, unë u punësova si aktore rezidente në Ferizaj, edhe mandej u ktheva në Ferizaj me jetu. Babi ishte I knaqur tani? Po, tani jo konë shumë krenar me mu, edhe më ka thonë bravo se nuk e gabu që e ke zjedh këtë rrugë. Vazhdonte me përcjell punën tuaj? Gjithmonë vazhdojnë, jo veç babi, mami, vllazërit vazhdojnë me konë për kraja e më e madhe. Janë kritik të mirë? Herë të mirë, herë jo të mirë. Ndonjëherë janë kritikojnë, po, nuk më kursejnë. Po, baba është kritik profesional. Po, baba është kritik profesional, kështu që po. Sa projekte apo shfaqje, filma, numëron deri tani dhe cili ka qenë mas fidusi për shembull? Deri tash në është ta kisha me thonë 15 ose 16 shfaqje. Për motën janë Edhe mas fidusi që kisha me thonë, ka qenë punimi diplomës në ne që e kam bo një shfaqje super të mirë, kur kom diplomu, edhe ky I fundit në shpirtra, për shkak se më karon me qenë edhe producente e kësaj shfaqjes, edhe aktore, kryesore, rol kryesor, edhe u kanë shumë sfidë, shumë, jashtëzakonisht shumë. Pse, kujt ja kishe frikën? Komisionit, profesorit, kërkesave ti, apo? Në diplom. Në diplom. Po, ja kisha frikën edhe normal, komisionit, si ka me dali, shfaqja ja me par, adin nuk e disha që shkan me prit publiku, ka qenë dram, e kom lujt një vajzë me të meta, edhe ka qenë shumë e vështirë për mu, si proces edhe si aktore se isha e re, edhe po jo, ka pas kalu shumë mirë edhe ka qenë shumë sfidus, po me sukses. Goxha shumë, promotion, goxha shumë role, po cili rol të ka ndryshuar më shumë si aktore dhe si person? Si aktore, si person nuk është shumë ka ndryshu ndoj rol. Asnjëri. Po si aktore, roli I Gretës që e kam lujt në diplom, edhe roli I Gyzidës tash sfundme. Në shfaqjen e fundit për cilën do të flasim. Më kanë rrit shumë profesionalisht. Shumë kanë rrit profesionalisht. E ke ndjerë këta, Shumë. A ka ndonjë rol që e ke refuzu dhe sot e mendon ndryshe? Nuk e mendoj ndryshe dhe jam shumë e lumtur që e kom refuzu. E ke refuzu dhe? Po, e kom refuzu, bile e kom refuzu në gjysmë të shfaqjes. Cili ka qenë ai? A me përmena? Arsyeja? Arsyeja ka qenë mos përputhja regjisoriale. Unë me regjisorin nuk kemi përputh as pak edhe kom refuzu me lujt me një vend ku nuk respektohem.
natyrisht që refuzoj me lujt. Okej. Ka qenë në teatrin Adriana, po nuk e vazhdojmë tutje, se kemi të nevojshme. Jo, s'ka vlerë as pak. Nuk njihemi në atë dy për konflikte, për shumë energji pozitive që sjellim gjithandej me shumë buzëqeshje. Kjo buzëqeshja jote më ka rënë vesh që në Big Brother. Dhe mos mendoj që si kom thonë, ata inqizojnë një natë dhe lëshojnë ndonjëherë në... Gresa, do të flasim edhe për kaptina tjera dhe tash si funksionon teatri Adriana në Ferizaj, që mban emër të madh, të jashtëzakonshëm, që edhe lidhet me emra të tjerë të mëdhej. Emra të tjerë, po, të mëdhej. Po, teatri funksionon shumë mirë, është një teatr profesional, ka aktor shumë të mirë. Teatr profesional, se kjo ka shumë rëndësi për elitën ferizajase që ka si nuk të mbetet. Gjithmonë. Sa shumë emra ka Ferizaj, që vërtet kanë lënë gjurmë, janë vule kulturës e artit në... Pastaj vërtet gjithë ata regjisorë kur i përmene Fadil Hysaj, Fahri Hysaj Indjerë, Agim Sopi, këta logaritën gjithë Ferizajt andej. Po, Agim Sopi ka bo shfaqe në teatrin Adriana, dhe unë kam qenë pjesë asaj shfaqe. Me Fadili nuk më karo, me profesorin me Si ishte Agimi, shumë kërkus është? Shumë kërkus, unë e kom pas në fakt një rol të vogël, po kom kalu shumë mirë. Një përvojë mirë me punë me? Një përvojë shumë e mirë dhe pak iron, normalisht, si tip, po shumë e mirë. Kjo gjenerat që i përmena, duke hyrë aty edhe për plot të tjerë, edhe si Isa Qosja, shumë të tjerë, janë ata gjigantët që i kanë vu bazat e regjisë, themelet të filmit, të dramës. E që pak egzistojnë tash regjisorë të mirë në Kosovë. Që është të vërteta, ata mund të shudzohen akoma, se kanë elan dhe kanë energji dhe në këtë drejtim do të duhej që kërkesat tona mos jenë veç të mijat edhe tuat këtu, po të gjithë shoqërisë, të ministrisë, të teatrove, edhe të qendrës kinematografike, kështu që këta njerëz, edhe nëse s'dojnë, me i pru me zërë me bosh faqe, sepse ky vend ka shumë nevojë për dorën e mjeshtrit, e profesionistit, e të diturit. Sa vite je rezidente, aktore në? Prej 2019-ës në shta. Prej 2019-ës, bukur kjo. Po, që 7 vite. Bashkëpunoni me këto teatro tjera, kështu? Kur ka shfaqe Prishtina, apo Gjilani, apo Gjakova, apo me na marrë neve. Me ju kërku juve, si? Jo, fatkeqësisht jo, shumë pak ka bashkëpunime që bëhen, po se cilje ka trupën e vetë artistike. Si Gjilani, si Prizreni, si Gjakova, si Prishtina, e kanë trupën e tyre artistike. Unë mendoj që do të mu bo kështu, naj switch, po, adin me pas, naj bashkëpunim, po, besoj që në të ardhën, do shta do të ketë. Por kjo që janë është e jashtëzakonshme, është mrekullia. Po, është mrekullia. Vërtet është nivel me çfarë edhe krenohen. Ka aktore dhe aktore shumë të mira. Sa shfaqje bëni kështu në teatr në vit? A ka në një numër apo? Zakonisht i bëjmë 2, eventualisht 3 shfaqje në vit. 3 shfaqje. Kush e suporton, komuna më shumë apo? Edhe ministria, edhe komuna. Do më thonë së bashku. Varësisht, për shembull, nëse ti e fiton një projekt në Ministritë të Kulturës, të financon ministria. Nëse ti e fiton një projekt në Drejtoritë të Kulturës, e financon drejtoria. Po ka edhe kështu që drejtoria, komuna, bashkë me teatrin i zgjedhin regjisorët, i zgjedhin tekstet edhe i sjellin regjisorët në teatrin. Kemi shumë aktorë dhe regjisorë që ju e dini edhe më mirë se unë, që vërtet kanë vlera, janë të jashtëzakonshëm, e ndodh që shëtisin rrugëve të papunë, dhe kjo është me shumë dhëmbje dhe nuk e di si janë rrogat, nuk po flasim për shifër, po janë dikon të kënaqshme që... Po, na unë... Apo ma shumë përmbushën i shpirtërisht se sa materialisht? Jo, kjo s'është as pak e vërtet. Unë mendoj që duhet me punu fort se ka punë. Nuk është as aktrimi i varfër, as teatri i varfër. Ka punë, veç do të mi dhonë zorë, se kërkush nuk vjen të dera aty, me të cokate me thonë hajde se po ta jap një rol. Unë mendoj që do të mi dhonë zorë për me punu nëse ti dënë me arrit diçka vetë. E bukur kjo se na ke dhënë një shembull dikun tjetër. Sa kanë rëndësi iniciativat dhe vetë iniciativat në këto raste? Kanë shumë rëndësi. Mund të akceptojnë këta që vendosin? Ka një herë akceptojnë, ka një herë jo, po do të mi... Kur i koqitet Gresa me atelonin e vetë... Ja, s'ka aty, nuk ka kush shumë nojë.
Kush shumë nojnë. E Gresa, sa po ju kam anonquar, regjia na ka dhënë një atmosferë fantastike të një shfaqje, e cila e kam në shprehjen time, unë besoj që si në shaka e ke dëgjuar, besoj edhe në Universitet Senaimi thët ja keni bërë bam edhe bim. Ju vërtet ja keni bërë bam edhe bim me këtë shfaqje, shfaqja Nën Shpirtrat dhe Teatri Adriana. Si lindi bashkëpunimi për këtë shfaqje? Nën Shpirtrat me Teatrin Adriana. Po, bashkëpunimi ka lindë... Ka dikush që e ka nisë iniciativë, po letë na thot Gresa. Po, pa tjetër. Unë i përcili shumë shfaqet, edhe kam qef me sfidu vetën edhe me shku me po shfaqet reja. Edhe një ditë për ditëve po më fëton një shoqe, edhe ajo është regjisore, Erleta, po më fëton se a shkoj me shojmë një shfaqe në Prizren. Thosh, qëfar shfaqe? Tha, në gjuhën turke. O, thash, o Erlet, ku me shku, mojnë Prizren me po shfaqe në gjuhën turke. Hajde, tha, shkojmë edhe knaqëm pak. Okej, thash, hajde, shkojmë, mora kerin, edhe unë esëm për me shku. Se teatri ka një gjuhë universale, edhe mos me kuptu gjuhën? Fiks. Po, unë e kuptoj gjuhën turke. A e kupton, a? Po, e kuptoj. Edhe e flasë kështu, edhe shkum na me po shfaqen. Veç të rallë nga ferizoj, a pejserijave? Edhe pejserijave dhe pikongve, dhe emisioneve. Po prej kojshive kështu në... Jo, kojshive. Jo, kojshi kishiftar. Edhe ma ndej shku me po shfaqen, edhe më pëlqej shumë. Jo regjistorialisht, se regjistorialisht nuk është e kish bo ma të mirë në botë, po tekstin pëlqej edhe më pëlqej loja aktorve. Edhe e kuptova krejtë dhe kesha shumë. Edhe kur këm dollë, bisedova me regjisorin që e kish bo qatë shfaqe, dhe asha kishe mujtë me ma dërgu tekstin. A regjisorin aty që kish? Po, regjisorin që e takova aty. Po, tha, unë e tekstin ta dërgoj, tha, po, nëse te punon, tha, du të me pagu të drejtën autoriale. Tha, që unë nuk jam të punu njëherë, tha, shumë thjesht po du me pas si tekst. Edhe ma dërgoj aj qaty për qaty. Pitëm kafe, ma dërgoj edhe unë me njëherë të nesrit e kom gjithë një përkthys, e tha, shta përkthej, ta ledzoj veta, bedin kështu në gjuhën Shqipe. E mora, e ledzova në gjuhën Shqipe, më pëlqej tepër shumë, edhe mora iniciativë, më thash, pse jo, pse mos më bo një shfaqe komedi në Teatrin Adriana. Po tu me nu thash këtë shfaqe e ka shkrujt një shkrimtar turk. Regjisori Okan Turkur e kom pa. Thash, pse unë nuk u ljumtoj me gjithë naj regjisor turk me arme bo shfaqen. Edhe u ljumtova, e gjitha një regjisor, i shkrujtaj, rash në kontakt me ta, thash, unë jam Gresa, po du mu bo producente që ta i shfaqes, thash, a ka mundësi me bashkëpunu. Unë e tha jam i hapur për bashkëpunim, tha unë kom punu, tha edhe në Korçë edhe në Maqedoni. E thash, po ti ko ke perfekt. Edhe tha s'ka problem, ram dakord, edhe për 3-4 muaj veç është bo ky projekt, edhe mandej kemi nis me prova, regjisori e përzgjedhi castin e aktorve, edhe ka përzgjedhë mënyrën më të mirë. A përzgjedhje aty me ata që... Unë ja dërgova fotografit me të drejtën, se nuk kena pas hapësirë për audicione, kështu ja kam dërgu fotografit, edhe për mu kallëzu fer ja kam dërgu fotografit e krejt aktorve që jemi të punsum në Teatrin Adriana. Edhe mandej aj në basta asoj, se e njef ke këtë tekst shumë mirë, në basta asoj më tha kë, edhe jemi në rregull. Çfarë e bën të veçantë këtë shfaqje? E bën veçantë tematika që e ka, që është shumë aktuale të na, bën veçantë loja aktorve shumë komike, edhe që do sa ne bojnë shumë të veçantë. Po tema si temë, vërtet këtu, unë e thash si me alegorie, me metaforë, nën shpirta i ka maca. Po, maca jo, po gruja. Gruja. Gruja i ka nën shpirta. Fjallë, donon një shfaqja bët fjallë për një trastin ndaj burri që ja bën grus, edhe del me një të dashur tjetër, edhe ajo e shtyn drejt vrasjes së grus këtë burin, po nuk mundet se nën herë tenton, nën herë nuk mundet, i dështon. Kur, para strategjia. Kur, edhe thot në tekstot i mjeri unë, sa he luaj bilet a lotarie, kur s'më busqesh i fatë. Kështu që, po, është një tematik interesant, ka mesazh, shfaqjet janë të mira kur ka mesazh, kështu që... Si mund të quhet, veç komedi, apo ka dhe tragjik brenda? Jo, në kësha thonë komedi e zezë. Veç komedi. Dark komedi, komedi e zezë, po.
Po, si ishte përvoja me këtë regjisorin? Ali Volkan Çetin Kaja. Çetin Kaja. Ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Për një me regjisorët e huaj që vinë me punu këtu janë shumë të mirë. Definitivisht janë shumë të mirë. Ka pas diapazon shumë gjanë të diturisë mas pari ai. Ka qenë shumë i talentum, përveç si regjisor ka qenë i talentum edhe si aktor. Si komunikonte me juve? Me Anglisht? përkthyse. Me përkthyse? Po, me përkthyse se unë e disha turqishtën, po mu më vështirësej ke shumë edhe si aktore edhe me përkthy Mëse mendova anglisht, se ju të gjithë dini anglisht. Po, ajzdike anglisht, fatkeqësisht, po tani e mësoj shumë mirë, po se pak kështu marrsh me vesh. Edhe po, mirë, kemi kalu shumë. Ka qenë një përvojë shumë e veçantë. Cilat ishin sfidat më të mëdha gjatë këtyne, sa më thonë, sa ka zgjatë? 45 ditë krejt kjo të ri? Po, 2 muaj, gati 60 ditë ka zgjatë. Sfidat kanë qenë shumë të mëdha prej fillimit nisjes këtij projekti, mas pari me financa, mandej jo bëhet, jo zbohet, jo pse me iniciu Gresa që është aktore veç e teatrit Adriana. Pse shkruan ka producente, ti je producente me shiqur realisht. Po tash ti a din që shkojnë punë, a din për mos meron sy keshe, e të shkruajnë ako producente apo kupton, kishe pak më pak. A din t'ja minimizojnë atë suksesin. Po s'ka lidhje, mu nuk më prish puna, ja, edhe hiç mos ma pas shkruaj emrin, unë nuk e kam. Ishte fotografi e realizuar, bukur kjo e plakatit që ta, shumë e bukur. Po. Domethënë regjia sigurisht veç na jep në gjatë kësaj bisedës tonë. Dhe do më thonë këto ishin sfidat, por ja e realizut. Po, ka qenë shumë sfiduse, po e kom realizu. A fillut që të shkoni me premierë në Kosovë fillimisht, apo si ndodhi ky... Tash ta tregoj kështu një rast. Sepse pyetja ime është si u ndjet kur e morët lajmi që do të merrni pjesë në festivalin internacional Theater Festival, po. Në Samsun. Në Samsun. Na, kër e kemi bashkëpunu me regjisori tha, unë tha, po ja u jap tha fjallën, tha që na kemi me performu me një festival në Bursa. Tha, premierën kina me dha në Bursa, edhe na u gëzum shumë, adin. Edhe kjo ishtë para se... Se edhe ka shumë shqiptar në Bursa. Edhe para se me fillu projekti, ishte kjo premtimi. Erdh puna për me shku në Bursa, na erdh ftesa e festivalit, fatkeqësisht, mas 2 dite erdh anullimi i festivalit. Edhe na jem për mu ke diçka shumë e ronë. Edhe nuk më isha me besu, se thesha, qyshe jap tash une në Kosovë. Premierën kur une e komenu në krytem, që unë kam e dhonë premierën jashtë. Edhe, është i rapor që për dregoj këtë histori. Edhe, jo bohet, jo zbot, s'disha që shmi u kalzu anspori, tyne që ma dhanë lejen për me unë e shpoqje. Që shmi u kalzu aktorve që u dëshprejshin. Qysh mi a pranu vetës, adin, o 100.000 sene për mi kry. Edhe një natë jom dojnë me bo gjiro me kërë, edhe mu ka kujtu, kur kom qenë Egjipton si eftu me speciale, si aktore, kom juftu shumë njerëz atje. Edhe mu ka kujtu një njeri, Nazif, e ka emrin, një turk, edhe më ka thonë, qaq mra ke po për shtypje te, mu edhe grus tem, qka do që t'kish nevoj për Turqi, ti veç ma bën mu një telefon. Edhe mu kujtu, edhe i shkryu në atina, thash, qështu nga ka ndodhë, a mos e ki rasisht në i festival që tash. Po tash veç edhe një gjë, në Bursa u anullu krejt festivalin. Jo, anullu qfaqja jonë. A veç e juja? Veç qfaqja jonë. Edhe pa as një arsye, edhe i shkryu në këtina, edhe kë ma këthen sekund. Gresa, veç që mi tha, krejt shka ki, turqesht. Me CV, me sinopsis shfaqjes, me video, me foto, me qka kene, krej dërgo me tha, nesër tha ty të vjen ftesa e një festivalin Samsun Turqi. Unë nuk esha haber për këtë vend ku egziston. Edhe kom hullum tu Samsun, Karadeniz, Deti Zi, e disha pi serialeve, edhe kur e pash venin, tepër i bukur. Qytet i bukur. Shumë qytet i bukur, edhe nuk e besojsha. Të nesërmën, unë kisha mu taku me drejtorin e teatrit edhe me aktort, për mja u dhonë lojmin që u anullu shfaqja. Kur të nesërmën, në mëngjes... Shtyje, atë mëngjes erdi? Në mëngjes më ka arë ftesa mu e teatrit Samsunit festivalit. Pastaj. Masa nena, me ftes në dorë, kom shku në takim, edhe shumë shlirë ma ndetash, nive na u ka anullu Bursa, rezosha si kur gjo, po thash najna të shku me një festival, halo ma të madhë se Bursa, edhe po shkoj, nuk e besoj ke kërkosh një herë, po ma ndej, i morëm biletat, edhe
kena kalu jashtëzakonisht mirë. E bukur, nuk e hezitu asnjëherë. Hiç s'kom dash, jo, hiç s'kom dash me nal, hiç. Gresa, ç'a do të thotë për ty ta përfaqësosh artin kosovar jashtë vendit? Se nuk e ke pas edhe për herë të parë, ha? Jo, se kom pas për herë të parë, po shumë ndjenjë mirë është, patjetër. Bile një ndjenjë të jashtëzakonshme që po ta tregoj ty ka qenë kur i gjithë publiku ka qenë turk. Edhe e kanë kuptuar shfaqjen, domethënë ju ka ardhur aty në shumë e lehtë shfaqja për më kuptu. Po që na ka bë përshtypje është kur ka përfunduar shfaqja krejt, mbrapa skenave kanë ardhur disa njerëz edhe na kanë bë o bravo ju koftë në gjuhën shqipe. Edhe unë që aty ku jo kom njës me kajtë, se s'mu isha me besu. Se ka shqiptar. Po, a përde se kish pas shqiptar aty, edhe ka qenë ndjenje jashtëzakonshme, tha, bravo ju kofta se na keni knoq. Edhe ata shqiptarët kishin qenë shoqata e kosovarëve, Kozder, në Bafra, ishtë një vend shumë afër Samsunit, në Bafra, edhe ishin shoqata e kosovarëve prej 1912-ës atje, edhe nuk ishin orë në Kosovë deri sa është liru Kosova. Kur është liru Kosova, mandej kanë bo tregti, kanë bo biznes, edhe ishin binjagëzu me qytetin e Ferizajit. Edhe unë nuk mu isha me besu që kom ardhë në qëtë vend, se unë haber nuk kom pas, do me thonë, heq. Edhe mandej ata na morën, edhe një ditë e kena kalu me ta, na kanë prit në mënyrën më të mirë të mundshme. E jashtëzakonshme. Ja, shumë e jashtëzakonshme. Se edhe në Samsun ka shqiptar, bile që nga lufta e Krimes kanë bet, atje pastaj edhe këta që kanë shku më vonë, edhe kështu, e po ta dinin, kurse në Bursa po të kishit shku, shqiptar ka pas. Po, në Bursa, po. Do më thonë, absolutisht, edhe ndërkombëtarët, ashtë edhe kjo gjuha universale të teatrit që thamë, po e kuptojnë dramën shqiptare, humorin, atë që... Po. Dhe pritja u pasi ishte e jashtëzakonshme. Pritja ka qenë e jashtëzakonshme. Mrena shfaqjes ndoshta i kemi pas 7-8 herë duar trokitje, që ka qenë shumë e mirë. Më shumë dorë trokitje për suksesin tuaj, pastaj edhe premierën në Ferizaj, e që presim ta kemi edhe së shpejti në Prishtinë, në qytete tjera. Se komediti duan. Pa tjetër që po, shfaqja vetë sa e ka nisë rukëtimin e saj, unë nuk ndaljem asnjëherë. Kemi dhënë premierën në Ferizaj, edhe reprizën e parë në Ferizaj, e tash pak me pushu, edhe prej majet me janis veç në qytete tjera. Me qunë për qytete tjera, e ndërsa prej shtatorit me qunë për festivale tjera, që na kanë ftu shumë festivale. Tash veç është... Tash veç po, si rjetëzim është kjo, vedin, edhe na kanë ftu festivale shumë të mira dhe shumë të mdoja, edhe që veç s'po dina tash të këshme. Bukur shumë, unë ju punëzoj absolutisht për të krejta të që keni bërë bashkë. Aktorët ishin se shihen aty. Po, është Mevlan Saraci, është Teuta Krasniqi, është Jajosh Ramadani, Milot Saliu edhe Dashnem Regjepi. E bukur shumë. Edhe stafi. Edhe stafi teknik. Sa pa ishte funksional, ajo pjesë edhe skenografia, të gjitha. Skenografia, po. Të gjithë bashkë, tash një familje me shumë, edhe me ma shumë dashuri, kështu me zvetin. Shumë e vërtet, bashkë si një familje me shumë dashuri, edhe që se cili është munu me bo ma të mirën e tyre edhe shfryzoj rastin krejt me i falenderu për zemërsisht, për krejt punën e palodhshme që e kanë bërë. Kjo energjika dhe zhurmagjikja, se dhe unë jem zhurmagjik, kuptimin pozitiv. Një ditë ka pas një pjesëmarrje në një reality show që ka bërë shumë buj, bile prej aty të kemi njohë ma shumë, edhe aty ta ku mësu edhe zërin, me dëgju edhe timbrin edhe kështu. Pjesëmarrja jote në Big Brother VIP Kosova ishte shumë e komentuar. Shumë. Si e përjetove gjithat vëmendjet pastaj? Mas daljes. Se gjatë pa dalë, se këni ditë që ka po bërë? Mas daljes, për njëherë ka qenë pak e vështirë, dhe sa jam ambientu, po nuk më ka marrë shumë ko. Mrena 2-3 dite ju këm këthy normalitetit. Normal, gjitha jo vëmendje, pak më prishke puni, jo që diçka se unë e kam shef shumë me dhonë dashnije, me publikun, me komuniku, po normal gjitha jo vëmendje ka qenë pak edhe stresuse, apëti se ti e në shtatu hongër buko se edhe visht vjen të ka për qafe, nuk edhin të pa kontrolu
fillu me kështu lëvizjet, po ndjenjë shumë e mirë, E patjetër. vendose kështu ad hoc, apo kishe një periudhë që doje Jo, gjithmonë kom dash me provu. të godisi, a? Gjithmonë kom dash me provu si eksperiencë. Si eksperiencë Si me provu? eksperiencë kom dash me provu gjithmonë edhe kom thonë s'ka me lanë pa e provu. Nga përvoja që kishe me Big Brother tjera që i kishe shiqu, sigurisht. Po, patjetër. E kishe një ide se çfarë mund të ndodhë jashtë, apo krejt vëmendja jote ishte aty brenda, se çfarë... Une kom hi me disa ide që çka mundet me ndodhë jashtë e çka mundet me ndodhë brenda, po kur po hisha aty brenda, po të fshike komplet kaseta që i thojnë. Edhe mo të veç që ka ndodhë aty brenda, veç që ato e ki tjetër sen kur qo. A kishe vështërsi në të menduarit e ngjarjeve, e asaj se çfarë do të ndodhte në 24 orëshin e ardhshëm, qoftë ato ditora, apo të natës, apo Ka njëherë menoj që në atë kërkesë çka jam sikur të bo përgjetje këto. artistike, a kishe? Po, veç ka njerë menoj që atesha që kam të bo këtu, nashta kom gabu që kom ardhë. Nashta nuk o dosh, nashta nuk është që kjo zgjidhja e duhur. Dësha mu këthin pun, të teatri, e menoj që dësha mu këthin shpitem, adin, po mandej, kur po kalej këni muj, po mësejshe. Edhe ma, s'po të biken men veç për lojën, po menoj që aty mrena. Ase tash ishe vajza e kërkesave te babi. Babi që tha? Kur i tha po shkojnë Big Brother? Edhe babi, mami ka dosht shumë me provuan, babi o kanë shumë skeptik. Absolutisht. Shumë skeptik. Aktorët kanë... Edhe më ka pas thonë, A është ke një trashëguar vit... këtë pjesë të skepticizmit nga babaj? Po shumë. aha. Edhe o kanë shumë skeptik dhe kjo është një vi shumë e hollë me shkuti qiko edhe me ra qëto. Ti kjo është ndo një vi shumë e hollë. Ta është ti nëse do me reziku, rezika. Edhe po unë si tip rezikus që jam, rezikova atë. A është Big Brother më shumë një eksperiencë më kështu personale apo strategji për karrierë? Jo, strategji për karrierë s'kisha thonë, është ma shumë eksperiencë personale. Ma shumë e nje vetën ma shumë, ki ko për vetën ma shumë, e she qka duran ti, qka nuk duran, qka të bote pa drejt, qka nuk të bote pa drejt, krejt gjonat i kupton mrena. Çka kuptove më shumë të ajo çfarë zduron Kuptova që Gresa? po durojsha shumë se une jem kon tip që s'kom duru hesh. Tu e njoft Gresën, do më thonë? Po, unë jem kon tip që s'kom najt me një vena dhe kom Me të thonë plas kur tre s'kom e mujt barka, me najt. thojnë. Po, bashkë me të plas tre barka. Edhe atje të më të fusë që për një mes po durojsha shumë edhe tash mo durimi mu ka mësu kështu. A kishe me marrë pjesë në një format të tillë televiziv Pa prapë? pik probleme. A kishe me marrë pjesë, a? Tash bile din çka me bo hale? Tash edhe di çka me bo pa pik probleme. Ku do? A sa ke majt raporte me... Me pjesën tjetër. Tash, sa do përplasjeve aty brenda, Normal. tingëllon si një ekip. Normal. Në fond, krejt. Edhe pse përplasjet që ka ndodhur aty brenda me disa edhe nuk flas. A po, a? Po. Do më thonë shkon kjo? Shkon. E mban... E mban ato. I natin ato. I natin. Po me disa të tjerë po, për shembull me Vullnetin, me të tjerat po, patjetër. Me Vullnetin e bota edhe një emision Po, që... edhe bëm edhe një emision bashk, po. A vazhdoni? Jo. Jo, po unë du me fillu prap me kismet veç Sa Vullnetin a filloj si analist, na Po dhe, po. Na myti A tash. i qanina e kish pas. A ne e kish pas, Po, a? qanina e kish pas. Në këtë industri, a do të jesh më shumë talent apo më shumë strateg për të mbijetuar? Ma shumë... Industrin, tash flasim për Big Brother e kemi një pjesë, po këtë industrin tjetër, kështu, këtë të teatrit, filmit... Po, ma shumë në shta punëtor edhe strateg. Se talenti është 10%. Aha. Ma the pak më herët, atë ka ndodhur ndonjëherë të ndjesh nënvlerësuar në skenën kosovare? Shumë. Shumë. Si ke reaguar? Si e ke zgjedh? E kom zgjedh mi adol vetë, se kërkush së më kanë dimu, asë kërkush së kanë mrapa meje, e kom zgjedh mi adol vetë edhe në bazë të asoj qka unë kom kalu dhe qka vazhdoj me kalu dhe që shumë sene kom marrë iniciativë vetë unë me bo, unë menoj që për një me që tash nuk ka kush që m'nalja, se shumë më kanë nënvlerësu, po qaj nënvlerësimi jem mu ka këthy krejtë në forcë. Në forcë? Kështu që tash sa e bukur. Të njoft natyrën tonë kështu. A ka pas një herë zgjidhje në duke dërguar dikan në rrotë Somës kështu? A po, a? Do i kom këthy, do i kom janë qatje.
E tu i pas parasysh, edhe shumë role, po dhe këto që na i the deri tash. Sa kompromis është shumë kompromis për një aktore? Sa kompromis është shumë kompromis? Shumë kompromis për një aktore. Disa kompromise nuk ban mu bo shumë kompromise. Nuk ban. Për një aktore jo. Edhe Gresa se ka leju. Jo, nuk leja. A ekziston rivaliteti të mes aktorëve në Kosovë? Mes aktoreve... A di qysh këtu janë mush i nati ma shumë, se... A ka i nata do të? Shumë. Rivalitete, normalisht në se zini profesion, Po. edhe doktor mu konë ti thunë ashta unë jë ma i mirë saj, apo kupton? Edhe moderator mu konë ti thunë unë jë ma i mirë saj nëse e ki qatë ego. Unë për veti se kom pas kur këtë ego. Unë gjithmonë kom punu me parimin që me bo diçka mirë, si për vetën, si për shoqnin, si për teatrin, si për serialin, si për gjithë shka. Edhe kur nuk e kom pas ato që se kjo në është ta ma e mirë, se unë të bona ato. Jo. Se cili, unë do të e maksimumin tim. Zotin a i falë riskun që thojnë tonin. Edhe ato që ty të shkru me bo, nuk mundet me ta marrë kërkush. Kërkush të në ta merë. Kështu që... Do më thonë gjelozi po jo primitive. Jo primitive, gjelozi jo me profesionale. Gjelozi profesionale, po, që ti mund është me bo, që a i ka bo diçka shumë të mirë. Edhe, okej, edhe unë e mëj me bo që to. Le tjetë stimulus. Stimuluse, motivim, ama jo gjelozi e smut. Nëse... Nëse do të përshkruaj veten me një shpirt, nga nën shpirtra. Cili do t'ishte ai dhe cili do t'ishte do t'ishe ti. Shpirti i lirë. Edhe pse? Shpirti? I lirë. Shpirti i lirë. Shpirti i lirë. Po nëse janë edhe nën shpirta? Nën shpirtat lirë. Nën shpirtat lirë. Në asnjë mënyrë. Veç e lirë du mu kanë. Gresa s'dorëzohet. Ja. Tregimi mirë, Gres. Nëse do t'i kthesh e Gresës së vitit parë, gjithsesi akoma e pa regjistruar në aktrim, me plot dilema, nga pozicioni sotëm, nga këndshikimi sotëm, çka do t'i thoje? Vazhdo edhe mos unal. Edhe mos i dëgjo fjallë të njërë. është një klinik estetika Kllokoçi, është një doktor aty, Ademi, një doktor i jashtëzakonshëm, e ka një slogan shumë bukur, s'ka mu lodh, s'ka mu non. S'ka mu non. Gresa, kush ka qenë suportues si tu, mbështetës si tu gjatë jetës? Do më thonë, kujt do t'i falenderoshe më shumë? Pa tjetër që falenderime veç familjes. Mamit, babit, edhe dy vllaznive të me, që nuk kursejnë asgjë ma të vogël për unë mu ngrit profesionalisht. Edhe si babi, si mami, si kroni, si joni, janë njerëzit që mu më përkrahin në çdo moment të jetës tem. Edhe nëse diçka bëj gabim, prapë se prapë përkraja atyne nuk mungon asnjëherë. Kështu që po besoj që kom arrit deri tash mi bo krenar, po besoj që po, edhe ma kanë thonë shumë herë, po i falenderoj për zamërsisht që nuk kursejnë asgjë ma të vogël për me ndihmu edhe me më përkra. Babi, mami, joni dhe kroni, na veç me dorë turkitje ju përqafojnë nga këtu. A kanë të një moto të jetës, Gresa, në bazë të së cilës sillet në jetën e përditshme? Motot zakonisht ndryshojnë me kalimin në 7 viteve, po një moto në 7 kryesore është kur ëndrat nuk ban munal në gjysmë. Do të mi vazhdu gjithmonë. Edhe nëse bjen, edhe nuk mund është mu shu shumë herë, ëndrën mos e ndalë kur në gjysmë për asë një arsye më bunë. Ndiqe ëndrën tënde. Gresa, planet, përveç shfaqjes më të re, nën shpirtra, keni planet tjera? Po. Presim në një shfaqje më të re, në një... Për shfaqje nuk e di, po projekte tjera kam shumë në kokë, nuk e di
a kam e mujtë me realizu krejt se është normal shumë vështirë, po disa prej tyre veç kam nis tash prap me i punu, se unë s'moj me najt. Unë një ditë e po ta pushim, keshtu tranu, se s'moj me najt në shpes ka shanca, gjithmonë ma lyp me punu kështu, edhe me njerë këm startu me një projekt 3, kështu që tash veç po punojnë to, edhe besoj që në shtator do t'jetë i gatshëm. Ky projekt është? Televiziv, diçka. A televiziv? Televiziv. Kam pyet, me këngë jes provuar më herë? Jo, po nuk di me kënu. Cila është kënga që e mytu e kënu? Vallaj, ka plot këngë kështu, po... Mirë, mas e s'din me kënu thuj, më vjen gjuna pe i sajnë, as nuk pe kënoj. Ja, nuk di. Gjuna pe i këngës me... Po, gjuna pe i këngës se nuk... Me jahu nuk është që kam dha dhe pse në shfaqe i kënoj 2 këngë. Vërtet? Po, e kënoj një ma ka dal, Vërtet? Po, edhe e kënoj e të të ndau për meja, në shfaqe të 2 ati kënoj. Me një atmosferën nga kjo shfaqe, unë që do të në jep regjia, unë falenderoj nga zemra. Shumë falenderit që ishe, na ke thënë gjëra shumë të bukura, një përvojë interesante. Përvojat janë shumë të rëndësishme tu atërgosht të tjerve. Janë një rrugë, janë një pistë për të tjerët, për të ecë gjeneratat që vinë. Edhe unë u kënaqa shumë se për një me tregova gjana që nuk i kom tregu ma herët, edhe më vjen mirë që e ndojta këtë përvojë dhe këtë sfida me juve. Falenderit shumë për ftesën. Grace Gashi, aktoria jonë, falenderit shumë. Shumë falenderit. Shumë falenderit.